atyre ju prishen shtëpit, ju sulmohen bizneset, demokratët trajtohen si armiq nëpër institucione. Por demokratët nuk janë dorëzuar. Demokratët nuk kanë dezertuar. Demokratët janë në këmbë dhe më të vendosur se kurrë. Demokratët janë të pamposhtur dhe kush dyshon këtë gabohet shumë rënd, sepse nuk e njeh ADN-n ton, nuk e njeh konceptin e të djathës. Nuk na mposhti dot Enver Hoxha për afro një gjysmë shekulli dhe ja ku jemi sot kryelart dhe krenar, e dini pse? Sepse ne jemi pjesa më fisme dhe më fisnike e shoqërisë shqiptare. Janë aty demokratët. Kupola drejtuese nuk reflekton realitetin e demokratëve dhe njëkohësisht të shoqërisë shqiptare. Ata duhet largohen. Ti, Luan, duhet largohesh i pari. Ik, Luan, bashkë me tatuazhin tënd me drapër dhe çekan që e ke në krahun e zemrës dhe që nuk e heq për qamet. Jep dorëheqjen, zotri. Jep dorëheqjen. Dhe po të paralajmëroj. Mos guxo të ndërhysh në proces me votat e fasonerive të miqve të tu që i ke bërë antar partie pikërisht për këtë ditë, që në fakt ato janë dhe të vetmet vota që ti merr në fjer. Mos bëj gabim të zgjedhësh në krye të partisë një lolo, Luan. Mos e bëj këtë gabim as ti dhe as bashkëtarët e tu. Dakord? Po e mbyll me kaq. Për tani. Shihemi në punë.